Përshëndetje, mimrema nderuar të shikues, mirë se vini në Face Show. Spektakël. Spektakël. U ka spektakël Kosovë. Nej, se spektakël po, është spektakël, Parlamenti i Kosovës është spektakël, sepse ka filluar më bajat, do të vazhdimisht. Për atë këtë javë, ndoshta keni vënë se disa javë i kam anuluar të gjithë shtypin Kosovë, sepse disi jam irritu që gjithmonë do të ka temat njëjta, shumë pak tema sociale, asnjëherë temat vlefshme, do të ju është dhunu koka lexuesve dhe shikuesve në Kosovë nga politika ditore. Bile çka s'vengon këtë javë pse i kam refuzuar edhe shtypin, pa edhe Facebookun pak, sepse e hap shtypin prapanica Kim Kardashian vazhdimisht. E hap Facebookun Kim Mehmeti. Edhe i anulova të dyja dhe e kam shikuar një film me Kim Basinger. Shumë ma mirë. Okej. Vetë emisioni Face Show është politik. Politik sepse ne duam ndryshojmë diçka, po qështu, ka podi, pej podit. Në Kosovë gjithçka duhet me ram pod njëherë, ma pak VIP-ja, ma pak rena, duhet të gjithë ta flasin të vërtetën, sidomos në Kosovë kur kemi VIP-ja dhe muhabet hollywoodian, ndërsa bërlogu do në me nam lutë të gjithëve. Dhe kjo e papranueshme deri tash. Për politikë s'kam që a them më shumë. 1 prilli është dita e renave dhe nga gjithë këto rena për shumë vite të bisedimeve që po ndodhen, se ne kemi bisedime prej s'di kur kanë filluar, në vitin 98 kanë filluar bisedimet dhe po vazhdojnë tutje, me 1 prill është fundi renave dhe me 2 prill do ta kuptojnë të vërtetën e kretë ty në renave. Okej. E përmenda bërlogun. Pranvera në Kosovë, përveç në libra dhe në poezi që ne i shohim dhe i lexojmë vazhdimisht, sa e bukur është, lullet e bukura, cila ishte poezia na imit, fusha e male, lugina, po, sande. Dhe është interesant atë dheu shqiptarë është i bukur vetëm në për libra në për poezi. Po sa dhe të kalosh realitet dhe del she, dhe të shohim bërlog. Fatkeqësisht. Një shqiptar i thyer nga që i cili jetonte në Perëndim, kishte ardhur me vizitu dhe Kosovën, thot po i vizitoj edhe shqiptarët Maqedoni pak, edhe në Shqipëri, edhe nga zemra e plasun, nga gjitha ajo papastërti që kishte pa dhe çuditërisht vetëm te shqiptarët. Del në pjesë të Maqedonisë ka bërllog, shkon në Malzi s'ka bërllog, në Serbi nuk ka bërllog që fundohet me shqiptarët. Edhe i kishte plas një mesazh, një farë slogani, tha le ta di bota mbar se ku ka bërllog ka edhe shqiptar. Tonte kam ftuar nga shoqatat vullnetare, unë ndryshe i kam quajtur edhe njësia speciale kundër bërllogut, Egzona Mehmetaj nga fushata dhe aksionit ta pastrojmë Kosovën. Respekt. Mirë se vjen, punoni. Pse i rea, sa ma ngosht. Mirë, ullë. Fandiret që ke arsonte, a ke pushu, a i një lodhë i bërlogut? Jemi lodhë dhe tepër. Jeni lodhë dhe tepër. Po nga aksionet jo, deri sa të pastrojmë krejt, tuk e kem njët me u lodhë. E sa zgjatë kemi pastru? Gjithë ditën, deri nesër mënë. Problem. Okej. Jo, nështë një javë po, mas një javë, ma problem. Po. Egzona Mehmetaj, të regojmë sakt se unë e di që kjo fushat ka filluar vitin e kaluar, shikuesit janë njëftuar, por në Face Show gjërat thuhen pak më ndryshe, pak më reale, dhe dua të di nga jo një farë emocioni, apo ndiheni si subjekt, apo si objekt për pastrim, fushatat, si për ndiheni vetën ju? S'me me thonë që jemi si objekt i pastrimit, nështë ta ma shumë si subjekt për mi kaldu njerëzit që duhet me pastru. Na që ndotim duhet me pastru. Mirë. Sa antarë jeni ju gjithsej? Nëse marim veç ekipen qendrore të pastrojmë Kosovën, jemi 15 persona, ndërsa kur nalem edhe i kemi 33 ekipe lokale, 33 koordinator që gjithashtu edhe ata e kanë një pjesë vullnetarëve. Fas të di me thonë bash pastrus. Po mirë dhe pastroni. I mbledhim njerëz për me pastru. A i mbledhni njerëz? Po, na i mbledhim, po bashkë me ta dhe na pastrojmë. Shumë mirë, ju një motivus dhe tëtë. Na nuk jemi veç ata që thojmë hajde nësi ju dohni me pastru. Po, hajde se bashkë dojmë me pastru. Dojmë bashkë. Hajde. Shfar aktiviteti. I shkoni njeri të shpija, i thoni hajde se ju marrë me ta pastru bërlogun. Apo? Sa ndodh njerë më nga thonë hajde se më ka po bërlogu të shpija. Do të keni më rikët si do të. Fatkeqësisht po.
Më ka tregu koordinatori, Luani, që pas ka thirrë dikush telefon, dhe ka thonë, ej, hajde në këtë lagje këtu se është bo pak bërllog, hajde në ju me pastru. Kjo që ka përdu unë, si dua unë t'ju prezentoj, është që juve m'ju mbrojt si njerëz të vullnetit mirë, si qytetar aktiv, si vullnetar shumë pozitiv, si njerëz që dëni Kosovën, se unë them njeri që e dënë Kosovën nuk hudh bërllog. Dhe ai njeri që gjundë bërllog, hedhë mbeturina, letra në Kosovë, ai nuk e dënë Kosovën, ai gënjen, rëndës është. Okej? Ashtu? Shumë e Me vërtet. dasht Kosovën e dëshiron të pastër dhe nuk hudh bërllog. Ndërsa unë jam i drejt për drejt pak, po çka deshta me thonë, sot, si mundet me ndiku ky mentalitet në Kosovë, për shembull kur ata po e shohin që hajtë mërë se pas ka budallë që pastrojmë, që gjujmë, hajtë se vinë ata fushatës, ata e pastrojnë. A duhet ky aktivitet, ky aksion me zgjat vazhdimisht, çdo vjet ta pastrojmë Kosovën, çdo vjet ta pastrojmë Kosovën? Ne kemi në plan çdo vjet. Edhe që shpëshihet gjendja mjedisit për momentin është e mjerueshme, ka mbeturina gjithandej, edhe këto vite tona pas kanë me zgat pak. Kemi fillu vjet, këtë vit dhe shumë vite tjera. Njerëz po na thonë që mos të thotë nëse s'keni me mbet pa punë. Ka mbeturina ball, faktin pa punë s'keni me mbet. Po mirë, kjo punë s'po paguhet, kjo është problemi. Na jemi njerëz vullnetar, njerëz që dojmë Kosovën të pastër, dojmë Kosovën pa mbeturina. Për këtë që të thash, sepse slogan juaj është ta pastrojmë Kosovën. Do thotë ju jeni njerëz të vullnetit të mirë, qytetar të ndërgjegjshëm, njerëz që dëni Kosovën, të ri që me të vërtet keni përkushtim ndaj këtij vendi dhe dëni ta shndroni Kosovën në një gjelbrim, në një vend të pastër thjesht, sepse është kultura primare të një populli. Edhe në anën tjetër do të ju si jeni do të kjo gjenerata të rit, pozitiv, qytetarë ndërgjegjshëm, dhe në anën tjetër kemi qytetarë të pa ndërgjegjshëm, edhe ata kanë një slogan. A di cili është? Ha të mërë ma bërllok s'bo. Ata që hudhin vazhdimisht. Në këtë rast, thot, e shini dhe unë kam një rol, që jam shumë kritik, edhe ju jeni dhët në një rol, thot, që jeni shumë njerëzor, shumë humanitar, dhe dilni ta pastroni të keqen që e bën dikush. Dhe qëllimi është që si t'i shndrojmë këta njerëz në njerëz dhe këta të vullnetit mirë që mos të hudhin për të hudhin në vendet caktuara. Kjo është edhe motoja jonë kryesore. Gjendjen po e dim që është. Mos ta rendojmë edhe ma tepër. Po e dim se ka mjaft mbeturina, po mundohu me i hek që ato, mirë po njerëz mos ndikojnë që me gjujt halama shumë, nëse po e sheh bërllog, nashta nuk është shumë edhe një letër që e gjunë mirë, po të pakten mos e gjuj qatë letër, po gjuje deri në kontenjer. Se mi mësuna me i bajt shumë senet në gjepa, e hanë qokoladën ose bananën edhe e gjunë që aty ku je. Kur gjonë nuk gjenë nëse te edhe 30 metra e banë edhe lenë që ato. Kështu që pos qësaj që keme pastru, kishim pas dëshirë që ma shumë me motivu njerës që mos me gjujt më mbeturina, mu vedisu qytetarët, që jo me gjujt mbeturinën ku të mundesh. Po të tregoj dy ngjarje të vërteta. Njëna është gjysmë Barcelet, njëna është e vërtetë. E vërteta është një mik i imi dhe duke udhëtu nga aeroporti i Prishtinës, takon një gjermane dhe bisedojnë, më ka tregu thotë. Ajo ishte një gjermane e cila kishte vizituar burrin e vet, thotë si ushtar i KFOR-it në prezident, kishte qëndruar në Kosovë një javë dhe normalisht gjithë ne kosovarët pyesim se të duk Kosova, çish po duket. Edhe ajo ja kish kthy flisht. Kështu e shohin të huajt Kosovën. Thot, mjafton, do të ata me ardhë me pa, me shëtit pak edhe me pa kush jemi ne, do një farë forme, cila është kultura jo në vërgjësi. One që ka e shot tragjike në gjithë këtë aktivitet, e shot që pse duhet të huajt me na financu projektet, për me pastru na vendin tonë, edhe kjo është tragjike. Po da të regoj këtë ngjarjen tjetër interesante, një shqiptar që jeton në Gjermani, e kishte marrë një Gjerman, mik dhe fqiu i tij, dhe vinë Kosovë, shëtisin pak, e shaj Gjermani Kosovën, okej, mirë, thot. Dhe mas 2-3 viteve, ky shqiptar ishte mërzit për Kosovë. Edhe Gjermanin, mikun e tij kishte pas kojshi. Edhe i thot, jam mërzit shumë me shku në Kosovë, me pa Kosovën, dhe kështu, ndërkohë në bisedë. Dhe të nesër në kusgjot më ngjes, ky kosovari e gjen plot burrin me bërllag. Ç'a ndodh më kështu? Thot ai Gjermani, hey, ç'a ka ndodhur? Thot ai Gjermani, thot unë e ku mbo. Unë e mora pak bërllog, tash përndova këtu. Po pse i thot, që po thash ta hjeku mallin e vendlindjes pak.
Kjo është e vërteta, kështu po E identifikohemi. hidhur. E hidhur. E vërtet e hidhur, fatkeqësisht. E kam një farë porosie, në fakt, unë po ta jap kështu si. Ju keni pastru një ditë në Vushtre? Po, një ditë në Vushtre, një ditë në Skanderaj, në Lipjan, Shka, Mitrovic. keni pas me pastru në Skanderaj, asfalt, kretë. Edhe asfaltit e gjujnë. Kjo mahia aktuale, do thotë sepse në Skanderaj ka parqet bukura që duhet pastru normalisht. Dhe pronari i Emona, SHPK Emona, Gzim Mikulovci, do t'i kishte arë shumë mirë, dhe kur i tregova që jenë mysafir, tha ka mundësi t'ja u dërgësh spakur një ndim, ju ka dhënë nuk duket 20 apo 30 qese, edhe këto kishin mjaft çmim të lartë, do thotë kështu. Ja unë po ta jap një si ekzemplar. Falenderit shumë. Do t'na duhen në aksionin e ardhshëm, do t'i përdojmë me falenderojmë shumë Emonën. Po, nga Voshtreja ju ka falenderu, do thotë, duke ju dërgu qese, sepse është njëkohësisht produkti tyne. Ne falenderojmë shumë edhe Emonën, edhe ne do t'i përdorim këto kese në aksionin e ardhshëm me 11 prill që do të bëhet në Istog. 11 prill në Istog. Po. Kur po vini ditë të banesë, ajme që aty se... Ani, okej, a ditë kur jeti i gatshëm me dalë bashkë me neve dhe me i mbledh pak aty kojshite tu, vim edhe na. Unë kam dalë një 2 herë dhe çka është interesante, do të edhe është e dyta herë që përmend në emision, kam dalë një 2 herë, do të aty rreth banesë kam pastru dhe megjithatë kojshit janë shumë mirësjellshëm. Gjithë më kanë thonë bravo. Edhe kanë nesë të shtëpia. Jo, edhe ne po na thonë Gjithë më ishin bravo, shumë mirë ja ke bo, edhe hecëshin. Megjithatë edhe kjo është mirësjellje. Edhe tek e fundit kur analizon mirë situatën thua, ti çka, unë e pastroj gjithë, vetëm ju më sollni, do të vesh mjafton kjo. Kjo është ndihma më e madhe, po? E përmendte këtu mirësjelljen. Vitin e kaluar ishim në Unik, ne kishim ditën e pastrimit në Unik, edhe një qytetar kaloi aty pak i më shumë, edhe shumë mirë, thani të bo punë shumë të madhe, halal ju koftë, kështu duhet kësi trive, po e pen cigarën edhe po e gjunë. Ashtë ne për nga thueni të bo shumë punë të mirë, që ku e pas ke kontenjerë, na pritove veç pak ma shumë me jepë edhe me gjujtë në kontenjerë, ti e gjujtë në tokë. A fjallët e mira nuk mungojnë asë njëherë, duhet pak ma tepër, pos fjallëve edhe më bashkan gjitë. Ka fjallë bukura. S'po të lej me njerë me shku, kam edhe një dhurat nga libraria Artini, Jean-Louis Fournier, ku do shkojmë, o ba, zdia ka diçka, është tregime, Izabela. Ja këtë libër po ta adhuroj. Libraria Artini, Andre Gide, Izabela, një roman i mirë, botimet të Tojenës. Faleminderit. Ju lutem. Shumë Ndërsa, kam, jo të gjithë jeni këtu aktivista, po nga publiku, kam një dhurat nga kinemaja 6D, cila gjendet në të gjitha qytetet e Kosovës, Pej, Prizren, Ferizaj, Gjilan, Mitrovic, Prishtinë, në qendrën, në Pallatën e Rinisë, në Albimall. Atëherë, ju do të shkoni, ju duhet një relax, edhe kjo një respekt që po ja u bën Skënder Kunoviku, pronari për ndryshe. Principesa! Cilën kongë, jo, rri, mos o qo. Cila kongë është sonte në përharë? Janë 2. Më e bukura? Me lullet bukura. Kjo për fund po e lëm. Tjetra? A kanuja të burime. Bravo! E kështu, a kanuja të burime. Është interesant që të gjithë lumenjë në Kosovë do të trajtohen si kontat bërlogut. Si kontejner. E kanë për shtypjen ky populli im që uj pastron gjithë shka. Edhe gjithë shka duhet me gjuhë në uj. A keni pa lumejt? A keni ndërmarrë shka në për lumejt e Kosovës? Jo. Apo? Po. Fatkeqësisht, për mbeturinë unë nuk po kursehen as lumejt. Edhe ata janë gjendjet mjerushme, më me thonë. Mirë po shpresoj se edhe ata një ditë do t'jenë gjendje pak ma të mirë. Edhe pse jo edhe na me gjithë aktivistët tonë do të mundohem që edhe të lumejt hekim ato mbeturina që zakonisht anash dalin pak ma shumë. E tash vërshimet e fundit i kanë qitë në pak krejt. Nuk kam e veç lume, po kanë dalë edhe ma shumë. E kam një propozim me organizu gara. Për shembull sepse shqiptarët janë si shenjtarë, do të njihemi si shenjtarë të mirë, edhe me organizu gara, për shembull në kontejner dhe me kategori. Kontejneri 10 metra, 20 metra, 30 edhe kush po i gjunë, kështu, edhe qeset me bërlog. E bo një garë interesant. Një garë që zakonisht të gjithë i gjujnë, kështu dhe kërkush nuk afrohet, pak për njerëzve afrohen me hullë bërlogun.
Do kjo një farë bowling. Faleminderit shumë Egzon. Do të qëndrosh ta dëgjosh këngën, pastaj do të përshëndes, okay? Dëgjojmë së bashku, a kanë ujë ato burime. Kanë ujë, po bërlogu i prishi edhe burimet. Black Shoes Band. Kur të kam kohë, po jo premtoj që do të vij. Besoj që do të kem kohë, po që s'kem kohë, bravo. Faleminderit shumë. Suksese tutje. Është e vështirë, do të thotë, që sepse ju për njerëz të ndëgjetshëm, do të thotë mund t'i skuqni njerëzit, thotë kur ju shohin e nuk mund që ndihmojnë. Edhe në këtë rast siguron. Faleminderit shumë, besoj do të bashkangjitem. Faleminderit edhe nga ju. Edhe shpresojmë të shihemi. Ok, patjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit Egzonës dhe të gjithë juve, do të sepse Egzona ju ka përfaqësuar dhe juve dhe të gjithë tjerë përshëndes përzemërsisht gjithë ata 5000 aktivistë aktiv dhe ata tjerë që janë më pasiv. Edhe ata që janë krejt pasiv. Edhe ata duhet bëhen më aktiv, pastaj të kalojnë shumë aktiv. Do të vazhdojmë. Për t'ju respektu edhe juve, sepse me gjithë aktivitetin tuaj që ju e keni si shoqat, si fushat, ta pasrojmë Kosovën, kam ftuar nga shoqata sociologëve dhe 2 sociologë tjerë. Edhe ata do të jenë marrë do të mënyrë hulumtuese, në mënyrë shkencore me njërin prej problemeve, pse qytetarët derdhin ujë katë munën e për qyteti. Ftoj sonde 2 sociologë të rinj nga shoqata sociologëve të Kosovës, Jehona Bajramin, kolegën time, edhe Faton Spahiu. Faton me zërë, urna. Sa mirë, po ma hjeshoni emisionin vazhdimisht me studimet tuja, dhe të une prej shpirti jam sociolog, nuk e një sociologjin hish, përveç që shoh sjellje sociale që nuk janë në rregull, do të thotë, dhe ne mjafton do të dalim pak deri në Evropë, të kthehemi dhe shohim që diçka nuk ka në rregull. Do të kjo është e tëra që mund të kuptojmë nga nocioni sociologjik tek ne. Po, e që për neve ka shumë brum, kështu fatkeqësisht. Sidomos në Kosovë. Na kemi me shumë sene mua. Fatmirësisht për shumë tema dhe hulumtime që keni bë. Emisioni e kaluar ishte tema nga shoqata juaj. Ka qenë ndikimi i bastoreve dhe lojrave tjera tek fëmijët nën moshën 18 vjeçare. Sonte çfarë keni sjell hulumtimin? Sonte kemi me fol për fenomenin e urinimit në parkun e qytetit tonë Prishtinë. Vetëm në park apo vetëm aty do të jeni përqendruar te parku? Jemi fokusuar shumë. Se para banesa, mas banesa, nuk për parkingje. Është shumë e vërtet. Jemi fokusuar shumë park, por nuk do të thotë kjo që edhe nuk ndodh në qytetin e Prishtinës. Gjithandej. Hyrjet e banesave janë shumë atraktive. Sa për ilustrim, një ditë isha tu zbrit prej menzës studentëve dhe tek biblioteka universitare tash që është duke u ndërtuar, ka qenë 9 e mëngjesit kur kum has me një person i cili e krynte urinonte në bibliotekë. Urinonte pranë bibliotekës. Relaksoni se jete ndosën pak për shkak të si sociolog, pesho që po duket si fenomen shtu urinimi, tash ç'a më bë. Bisa po jehon? Po kisha dashur të me plotësu. Relakson, me relaks. Na si shoqata të sociologëve gjithmonë jemi kërkim temave të cilat ne mundemi mi trajtu dhe për cilat ka pas të dhënat sakta, mendon se i kemi pa për ditë. Si e përmende banesat kolektive, banimet kolektive gjithmonë janë sak e këtyre njerëzve të cilët çka po di për arsye të ndryshme vendosen me. Po i sulmojnë me urinim. Po, ama unë isha të mendu Prishtina nuk është kush e di fat qyteti i madh që njerëz mos e mujt ndoshta me zgjedhje alternativa tjera. Edhe kanë janë ndodhur ndoshta prej gjithë asaj që kemi marrë ne prej këtij studimi, ndodh se njerëzit e kanë krijuar një farë shprehi të tillë edhe nuk ndalen ndoshta në vende të caktuara të pyesin njerëzit, ta shfrytëzojnë WC-n në ndonjë kafiçe apo çka të tjetër, po vendosin ashtu ta bëjnë aty ku munden. E fatkeqësia është se pse zgjedhin parkun ta bëjnë, ndoshta ndodh ajo se në park ka më pak njerëz, e në parqet tona nuk ka madje edhe ndryshim, kështu që vendosin që gjatë mbrëmjes shkojnë dhe ta përdorin. Gjithë ditën e majnë vetë mbrëmje shkojnë.
edhe pse kisha mu lidhë këtu pak... Mirë, okej, po e kuptoj që ju do të thotë hulumtimin e keni kryer vetëm në parkun e qytetit, në varë forme, si vend ku njerëzit do të shkojnë mu qetësuar, është vend i rekreacionit me padët, mu relaksu dhe shohin do të thotë aktivitete të ndryshme. Dje, ka urinu njeni gomën e makinës time, para banesës time. Po, jë mdalë, do të mdalë dhe shtu në njërë demonstrative, thash a je normal, qa po bënë, sande, dhe ma bëjë kështu. Shtu më Sigurisht to... Dhe, bere, cili është rekomandimi juj, kjo na po e shohim si fenomen, gjithandej, me gjithse hulumtimit ju e bazohen në Prishtinë. Po, ne kemi qenë 3 ditë në teren, për fokus e kemi pas parkun e qytetit, dhe gjatë 3 ditëve tona që kemi kaluar atje, me gjas ekziston një person konkret i cili rri në park gjithë ditën dhe e kryen ndoshta rolin e sigurimit të parkut. Po, mirë, po fatkeqësisht ne se kemi hasur dhe se kemi pa për 3 ditë. Tash normalisht ne s'kemi pas kohë që një javë trim aty dhe ta shohim se kur po e gjejmë dhe kur jo. Për ato ditë që kemi kaluar ne që mos t'japim ndonjë deklaratë se ai njeri nuk punon apo diçka të ngjashme, po ne se kemi pa. Është pa përgjegjësi do të menaxhmentit të komunës Prishtinës. Si gjithandej komunave tjera, po. E tash, fatkeqësia e gjithë kësaj është se në këtë park qytetit ekziston një WC publike e cila me gjas nuk është funksionale. Është pothuajse në fund të parkut, në anën e djathtë, tek pompa e benzinës, që na cyt neve që të nxjerrim edhe rekomandimet tona pas këtij hulumtimi. Një nga rekomandimet tona është edhe pozicionimi i duhur i kësaj WC publike në mënyrë që njerëzit ta shohin atë. Sepse çapo di mundën me përdorur si arsye se nuk ekziston apo diçka e tillë. Madje kështu kanë pohuar gjithë ta njerëz që na i kemi intervistuar, të thotë 75% të njerëzve kanë thënë se sipas tyre nuk ekziston një WC e tillë dhe meqenëse nuk janë shumë fajtor nga se pozicionimi i kësaj WC është jashtëzakonisht larg, njerëz nuk mund ta shohin, nuk ka sinjalizues parku, përderisa gjitha parqet në botë kanë sinjalet e tyre, nuk ka një rregullore zyrtare. Kështu që kjo është një nga rekomandimet tona. Në një qytet të Evropës, pikërisht në Luksemburg, më ka shpjeguar një kamarier, thotë që jemi të obliguar, është obligative, thotë, është një formë e ligjit, që çdo qytetar që hyn brenda në lokal, kërkon ujë, duhet t'i japim, dhe çdo qytetar nëse kërkon ta shfrytëzojë WC-n, patjetër duhet t'i sigurojmë, dhe nuk kemi të drejtë as të kërkojmë, thotë që nuk bën, as të kërkojmë të holla, as diçka ngjashme. Dhe pikërisht mendoj që këtu në Prishtinë kjo metodë po përdoret sot për me shfrytëzuar WC-të lokale. Domethënë, nëse kemi nevojë për WC, atëherë patjetër detyrohesh në një mënyrë me hin lokal, me pi një pi edhe nëse nuk tu pijet, vetëm për ta shfrytëzuar. Njëjtë po i bën. Vetëm për ta shfrytëzuar. Njëjtë po i bën, thotë se kapaciteti i zbritën pra po rritet. E detyrueshme. Jonë, po. Mirë, një tjetër rekomandimi joni, me që i përmendëm paret edhe pagesën, ne mendojmë fuqimisht se ky akt duhet denohet, sepse neve shqiptarëve dim gjithë që na dhem, momentin që na preket ka parja, neve na dhem, kështu që momentin që ai zotniu i cili ka për obligim të qenë afër parkut, edhe Komuna Prishtinës apo edhe Ministria e Mjedisit e simulon me një rrogë pak më të mirë. Jo, ne ekzistojnë nëpër botë ekopatrolla quhen. Po që edhe të ne duhet të merren masa që të ekzistojnë, jo një, po një ekip. Sigurisht. E shqyr parkun se kemi shumë të madhe dhe s'kemi shumë parqe në Prishtinë, pra ato që i kemi t'i ruajmë, edhe në momentin që qytetarët ndëshkohen me një gjo 15-20 euro, sado që ata përcaktohen, unë e di që do të shkojnë në numër më të vogël të njerëzve që bëjnë gjëra të tilla. Do të edukanti, apo do ta ndronte këtë farë norme zakonore, adet, si më quhet. Adet. Ndoshta kisha shumë më lidh këtu, sipas statistikave që i kemi marrë për hulumtimit, dikon 86% të anketuarve kanë pohuar se kanë hasur persona që kanë urinuar. Domethënë 86% është shohim çdo ditë. Mom. Shështu, këtë borë qeverisë është. Jehona falënderit shumë, Fatan, ju falënderit shumë, do të që erdhët. Ju presë edhe javën tjetër, po ashtu nga shoqata, kur do që të vini. Ma keni hjeshu emisionin, me këto hulumtime, dhe po ndihem shumë mirë, që hulumtimet tuja janë shumë praktike, janë shumë konkrete,
dhe kjo më pëlqen shumë tek ju, Po, sepse ne mundoni po mi marr- flasim, e di, shumica e njerëzve intelektuale në Kosovë mirën me çështje madhore, e di. Po, Jo. saktësisht, të gjërat e përditshme po Po, harrohen. përditshme po harrohen. Thotë kërkush flet për burllog, gjithë flasin për çështje kombëtare, e di, për Kështu që për çështje- iniciativës Ta pastrojmë Kosovën, inshallah i kanë shti në rrjetin e tyre edhe parqet që Po, sigurisht. po, sa të kuptoj Janë që dëmtume, e vërtetë është. të pastrohen. Ndërkohë më lejo shumë të falenderoj, kjo është i raport që na po vinë në mendoj unë dhe Fatoni. Do Falenderit të vini shumë që na ke vazhdimisht. jep hapësinë, na jemi shumë privilegjuar në fakt studentët sociologjisë që e kemi një kohë televizive, sidomos në emisionin tonë. Lutem. Faleminderit. Çdo emision jeni këtu. Shumë. Vetëm pak. E kam një libër Zonja Marta Ouli, roman është nga Sigrid Undset, për ty e hon, edhe Rilke, tregime. Faleminderit Stefan shumë. Zweig. Faleminderit. Faleminderit për ju. Edhe knaci. Shumë faleminderit kolegja ime. Fatë. Faleminderit shumë. Natën e mirë, mirupafshim. Natën e mirë. Suksese. Ju pres javën tjetër. Ky emision i kushtohet Kosovës, ambientit, do të fenomeni social tjetër, ndërsa tash do të ras me njëherë, 2 nga prodhues kosovar. Pse neve na duken që gjithçka është e lehtë në Kosovë, ndërsa dikuj tjetër që prodhon jashtë Kosova i duket tregu më i mirë, ndërsa prodhues tonë e kanë shumë vështirë me operu në Kosovë, to s'po mundën me kuptu edhe tutje. Sonde kam ftuar 2 prodhues vendor, njëri është Shaqer Palushi nga Relax dhe Ramiz Gashi nga Relux. Respekt. Mrama, mirë se keni ardhur. Urnoz. Mrama, do të Ramiz urnami. Mirë se keni ardhur në Face Show. Kam derën dhe kënaqësinë që kam në emision 2 patriot. Dini se ma ka përmend dikush, nuk e di duket në emision, se në aktivitetin kur kishte bërë pajtimin e gjaçeve, Anton Qeta, thot nga ata trit, nga disa aktivistë, ja kishe lënë si amanet dhe si shqetësim, i ndjeri Anton Qeta kishte thënë se kjo ne që po fillojmë është një luftë dhe një ditë do ta fitojmë, po do të fillojmë një luftë tjetër me Serbinë dhe ai do të jetë lufta ekonomike. Fatkeqësisht dhe po vazhdon edhe tutje, edhe pse jemi të thot në ekonominë e lirë apo liberale, apo në tregtinë liberale, si po quhet ndryshe me këto terme ndryshme ekonomike. Edhe njerë mirë se vinë në Face Show, kanë nderin këto, Shaqer Palushi nga Pia Relax, mund ta pish një pije, lirisht, relakso, edhe ju Ramiz, Vetëm s'pas kanë bojra. s'ka bojna jo. Dhe Ramiz Gashi, prodhuesi bojrave dhe bojrave dhe ngjyrave. Dhe fasade. Relux. Kur dallimi tash mes bojrave dhe ngjyrave? Bojra është e bardhë, ngjyra është mund me kone kuqe. Okej, tash e kuptova. Karakteristikë e prodhuesit e pronarit të Relaxit është se është një farë forme është azilkërkues në Kosovë, është shqiptar i lind normalisht në Kosovë, por ka në shtetësi gjermane dhe tani sa vite do thotë është duke aplikuar për në shtetësi të re në Kosovë, por ndryshe është me lehtë qëndrim të përkohshëm Kosova, po. Deri në qershor. Deri në qershor. A bën me pa atë letërnjoftimin sepse është shumë nëse e ke me vete, a mundi me pa letërnjoftimin e përkohshëm? Ishte shumë interesante me pa. Storje e suksesit si pak nga shqiptarët që kanë punu, në Perëndim dhe janë këtu kanë investu në Kosovë. Ty ki dët. Të dytë. Këto janë letërnjoftimet e përkohshme. Njërë është i Gjermanisë, i përhershëm. Apo, ky është i përhershëm dhe ky është i përkohshëm. Letërnjoftim. Po e ngjyrën e pas kanë ndryshe, apo? Po dhe shënën diçka aty që është për të huajt. Letërnjoftim për të huaj. Megjithatë nuk mundemi me thonë pra që nuk ka investime gjermane në Kosovë, por në. Faleminderit. Zotëri Shaqer, si është me qenë prodhues Kosovë? Shiqa, ne kemi pa plot emisione për ekonomi, gjithandej televizioneve, në gazeta shohim vazhdimisht odat, asociacionet që organizojnë panajire, seminare tjera, flitet shumë për numrat se kanë ekonomistët një farë forme të prezentojnë dhe të bëjnë
prezentime për ndryshimet apo rrjedhat ekonomike, trendet e importit, eksportit e tjera, konsumi i përgjithshëm, mos të filozofojmë shumë. Çka kisha unë dëshirë, thot, eksakt për juve do të një ndjenë, apo sfidat e përditshme si prodhues në Kosovë? A është vështirë me qenë prodhues Kosovë? Absolutisht është shumë vështirë, sidomos vitet e para pas luftës ka qenë jashtëzakonisht e vështirë. Jo, veprimtaria keni prej nga viti 94, po? Nga viti 94, mirë, po ma hovë më të madh pas luftës, sidomos normalisht, po. Disa vite pas luftës, natyrisht që është shumë e vështirë, thash sidomos fillim vitet e pas luftës, kur në Kosovë ka mungu gjithçka. Mirë, po fal vullnetit gjithë neve, ja kemi arritë që nga vitin e vit të rritet kapacitetet prodhuese, të shtohet numri i punëtorëve, të shtohet numri i produkteve, të shtohet edhe vende në të cilët eksportojmë. Sa punëtorë keni gjithsej? Rreth 50 punëtorë kemi. 50 punëtorë. Do thotë sa më shumë pije relax e hapin një vend pune atje. Po natyrisht. Bëjmë edhe një ashtu. Po jo, zotë Ramiz, herë Ramiz, Danke. vesh do të shoh do të edhe një model të traditës gjermane, apo është Gjys. 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 Edhe shqiptar gjermane, mirë. Po do në mëj me thonë që njën me konë prodhues në Kosovë, po flas prodhues vendor, se prodhues vendor është mirë me konë, po prodhues në Kosovë me konë është shumë vështirë. Është tu e morë parasysh se në kam rast ditën e para 2 dite, kemi qenë 30 orë pa rrymë. Çka do thot për një prodhues vendor me konë 30 orë pa rrymë. Në anën tjetër është shumë një kënaqësi e madhe se ne kam qenë edhe si tregtar, kam bërë edhe importimin e 10 vite me radhë. Ngjyrave, ke bërë importim. Sa punëtorë ke pas atëherë? Po në atë kohë kemi pasën 3 punëtorë. Tash prodhon? Tash prodhojmë Sa punëtorë ke tash? 15, besojmë që deri në fund sezonit edhe për një 5 veç do ta shtojmë numrin e punëtorëve. Kjo një anë tjetër të bën më është një kënaqësi. Sigurisht. Se din që me rrit numrin e të punësuar në Kosovë. Nësi. Do thotë pranvera po vjen ngjyra Relux. Ngjyra Relux e rrit një punësimin në Kosovë. Është mënyra më e mirë, më e thjeshtë për të komunikuar me publikun, dhe për një shtresë caktuar në Kosovë, për ta kuptuar çka do thotë me konsumu produkte vendore. Po ajo çka po du për juve më thonë ju është pse kosovarët përgjithësi kanë paragjykim për produktin vendor. Pse nuk ju pëlqen diçka, si ju doket diçka, nuk shqiptari ka bua, Po tash një pse është, a keni mujtë me vret këtë fenomen? Edhe pse do t'ju propozoj sociologëve që të bëjnë një hulumtim, se është fenomen negativ, fenomen social, por shumë negativ. Po mendoj që për këto mbajmë përgjegjësi gjithë nga pak. Duke filluar edhe për prodhuesve. Dihet që në fillimisht do të thotë kushtet në cilat kanë operu kompanitë të vogla, do të thotë në Kosovë, kanë qenë me teknologji jo shumë të avancuar, me kuadra jo shumë me përvojë. Mirë, po nga vitin e vit, flas për kompaninë tonë, po edhe përgjithsisht për shumicën e prodhuesve në Kosovë, sot do thotë ka avancuar edhe teknologjia, edhe gjithsesi edhe aftësimi i kuadrave, të cilat kanë ndikuar në rritjen e cilësisë, po edhe sigurisë së produkteve, flas për produkte ushqimore dhe përgjithsisht. Do të thotë prodhues vendore do të pasë çfarë përgjithësi, me bën një kvalitet, sigurisht nuk mungon në far formë. Absolutisht jo, flas për neve produktet tona përveç laboratorit Vetanak, do thotë analizat e produkteve bëhen vazhdimisht në 2 institucione të Kosovës, por edhe përmendi që kompania jonë eksporton 11 vende, duke përfshirë Bashkinë Evropiane, në Amerikë dhe në Afrikë. Do thotë në gjithë këto vende ku janë bën normalisht testet, do thotë s'ka pas probleme dhe vazhdojmë me. Kënaqësi kur do të dëgjojmë që po eksporton diçka Kosova. Po në mënyrë, do thotë aty ku ka produkte kosovare është si një farforme janë si ambasador, para ambasador ndoshta të Kosovës dhe me këto gjithsesi na bën të ndjehemi mirë. Ramiz, më tregon ngjyrat që ke fillu me i prodhu, cila është qasja, se ju kryesisht keni punë me mjeshtër, apo? Keni punë me, si ju thojnë këtyne që... Fasadera. Fasadera. Cili ka qenë reagimi i parë i tyne, kur ke fillu me prodhu? Po reagimi i parë që është edhe shoqja është mas pari mungon vetë besimi të gjithë popullit jonë.
Do të thonë që ne nuk e kemi vetë besimin që një prodhues i Kosovës mundet me prodhu diçka të mirë, mundet me prodhu diçka kvalitet. Do të thonë edhe aty e ki shumë problem më ja fut në krye që është një prodhues i Kosovës është i mirë. Unë kam një rast për shembull, javën e kaluam u ktheva prej Gjermanisë që i morra disa mostra diçka edhe pi bëjmë do mostra aty që i prodhuam na vet. Edhe pi thirrë 2 mjeshtër, njëherë njonin, por më i testue. Tash çka po bëj aty për marrë çat prodhimin ton, edhe pedojmë 2 kofe. Do thotë prodhimin tënd e ke ndonë në 2 kofe. Në 2 kofe ku më do. Kur edhe pedoj aty, tash pe thomë ne jem të e boni thirrët një glet dekorues, ose një test, glet dekorues thirrët ose këtu e njohin ta tu na më tepër si Rafaello ose Marmorino diçka. Edhe thash po mirë, thash edhe jem të e ndjek, thash atë prodhim në Sloven. Se që aty thash po du me bo, thash që kemi bo. Pa mirë, po thash se pe provojmë, pja bim në ato mjetët dhe janë nisi po pënën atë. Dhe të temi prodhimin tënde ke ndonë 2 vende, njënë në ke donë është e Slovenisë, e njënë është e jotja. Njënë është e jona dhe tash në po du me këqyrë që dere sa kemi mrina me qëtë teknologjinë tonë me bo. Edhe automatikisht janë nisi prej momentit të parë, janë nisi me thonë, kjo po shkelqe ma shumë, kjo po punohet ma shumë, ma mirë, ose ma letë. Prej një konte. Prej një konte, një të s'konte. Edhe, kur mas një 5 minuta, po i të regojnë, e thëmë që kjo konte dhe që kjo konte kanë rrjedhë për qësoj kontës të njëta, që të dyja të në prodhimet mijat. Edhe kjo është do me thonë që aj automatikisht e këshyrë tiketën, e ka para gjykimin, e ka tiketën nësë nuk këshyrë. I njëjti, do me thonë, mas gjysë ore ka boj njëjti. Edhe, po dhe i treti, kur e marrën është një efekt, një ngjyrë efekte, më shtë efektive thjerët aja. Edhe një tjetër, po atë një, i thëmë atina, thëmë, që to jem të e punu, shtë, automatikisht, po tha kjo është e mirë se i vjen prej Gjermanisë. Thëmë, jo, zëtë, nuk vjen prej Gjermanisë, po kjo rrjedh pash prej këtuhit. është prodhimi joni. Edhe me, do me thonë me këtonë që mungon... Më lejon rubrikën Facebook, ta lexojmë bashkë, të relaksohemi pak, duket ka diçka për prodhimet vendore, apo ka diçka kështu për ambientin prodhimet vendore, pse këtë emision ditë qysh ja kum kushtu kretë Kosovës, në farë formë, interesave tona, se s'po kem ku shkojmë. Unë e kam bo një test me pije, pasi e tregoj të, unë e kam bo me pije relax, do të me një litër e gjys, dhe kisha një tafër, misafir, edhe i thash, në njerën dorë kisha një pije, s'pe përmendi, një brand i njohur, botëror, i thash, a dën kështu, a dën relax të Kosovës. Tha, ja, me këtë tjetra në të Kosovës. Okej, edhe vetë u fsheha në kushin, edhe prej relax, të 2 gotat. I thash, kur në, edhe thash, kjo e mira, kjo e Kosovës, unë i thash. Tha, jo bre, kjo do kështu. Me kjo ma e mirë, kjo Austrisë. është një paragjykim si me qujtë shumë i poshtër, është një var efekti placebo, që a mi thonë thina. Mirë, shojmë Facebook që apo dhëtë. Kam ndohet disa nga postimet, e para është Kosova, po ndohet në pjesën serbe dhe në atë multietnike. E para e dyta, e hap gazetën në mes shoh prapanica Kim Kardashian, po e hap Facebook, fjala Kim Mehmetit. E treta, emrimet politike nuk janë të dëmshme sa janë emrimet analfabetike, po, disa analfabeta që po i bojnë drejtora, menaxherat diku. Serbët e veriut në Kosovë po na shtyjnë të poshtë sikur kondukteri i autobusit të njëherë. Hajde Mesi, shtyjnu që ati ma përpara, nëse u kujtohen autobusën. Edhe, thot, në Gjermani ka ndruar jetë ajo plaka që të gjithë kosovarët e këshin blek jerin prej saj. Ka ndru jetë. Filloj me Fisnik Bujupaj, me mendimtarin tonë. Në një thot, atë shumë jam befasu kur kam linë, sa 1 vjetë s'kom fol me askend. Kur të pash për herë të parë, thash me vete, hera e parë që po të shah. Në një bisedë me dikende, si janë zakonisht disa njerës që janë shumë kureshtarë, thot, o, më falë, nuk e kam ditë
nuk jam ditë se je ekspert në jetën time, vazhdo me folë se po janë nisë me marrë shënime. Për palës tjetër, sa mirë në njetë dikush tjetër. Vazhdojmë, Ilmit Ibrani nga Finlanda e largët dhe ftoftë. Në ne thot jemi populli më paqësor në botë, vetëm ne s'kemi parti radikale, po e vërtet është. Në dy, krejt problemi është tek truri, nëse e ushqen me produktet Serbisë. Në tre, po e poshtër edhe pa kulturu me i shkon një plak suedeze, e gjujta levorën e bananës taman që që kam gju gjithë në rrugë, e ajo e poshtra s'lasen pa më thonë, s'mujta me ndje atë momentin e knatësis kur e udhi levorën. Ja ka cenu atë përjetim. Në katër, ku e gjuani bërlogun, është një pej pyetjeve do tek ne. Herë e gjuajmë kanal mas shpije, herë e gjuajmë lëm, kur po jam për gut, po e gjuaj pe balkoni. Patjetërisht. Vazhdojmë, mi gjem Fazliu thot, në ne, pse s'po mirësh me punët e tua, po me të halkut, po pritoj valla. Fjalë të urta. Borzlist keq, mos ja merr bishtën e kacis, po bjeri bisht kacis në kry. Në tre, apo vjen nesër e kena një aksion kundër bërlogut, më tha nuk marr pjesë në protesta kundër qeverisë. Prapa çdo mashkulli të suksesshëm gjendet një gjakovar. Që me shku në punë, po pritoj. Që me ongër bëk, ane. Komunikim interesant mes shqiptarëve. A e din matematikën, po e di mirë. Hajtë thuje. E pa mundshme, Edhe 97, thot, po këto disa tekste nga këngët e bukura popullore Elizabeta. Vetlën si gajtan, synin si filxhan, gojën si shteker, mos e prekës në zanë rryma. Në gjatë Latifi, kemi mendimtarin tjetër nga Zvicra, thot. Për me shprej menimin lirshëm, duhet mas pari me pas një menim. Në dy, lakmia kam breshkës, ka të shkon e merë shpin me veti. Është një student që e ka bo një gjatë, dhe muzika talava po i preshke lullet. Tash edhe po e mbojmë fjallën, prej se nuk po e japim. 5. Disa në Kosovë kanë prit për Amerikanëve me na ndru edhe pampersat. Edhe në 7, një pakic prej të mirëve është ka jaru nerën venit se pësht kishëm shku. Qështu thëmë ka. Shkodran Ramadani në netët, po më dokët që njerëzit e kanë shpik gjuhën për me mujtë mua nku e jo për mua afru. Në ndë, thot, Gjermania i ka vlezrit Grimm, prozator të famshëm, Amerika i ka vlezrit Wright, shpikës të aeroplanit, dhe Kosova i ka vlezrit Mziju, ndezës të fitilave të lamës. Faleminderit gjithëve. Qka dishtë ta me pyt, më interesant sepse ne do të këtë bilancin tregtare kemi do të në diferencë, dikon 90% kemi import, 10 apo sa, 3-4%. Oje, 90 me 10. Edhe është interesante se nëse pyt çdo qytetar në Kosovë, ndalësh dhe bën një intervist, rrugës apo kudo që t'jesh, e pyta, konsumon produkte vendore, të gjithë thojnë, po mëre, dikush po rran këtu. Ose këta në dogan që po thojnë ka importet më dhaja 90%, ose populata një pjesë e madhe po gënjenë, rranë, se s'është e mundu, dhe gjithë po thojnë po konsumojnë a produkte vendore, kënej gjithë këj import që po në ndonë në Kosovë. Qysh me kuptu këtë fenomen? Qysh e kuptan jo? Po, është e vërtet, po me gjithat, mendoj që 2 vitet e fundit, dhe mos ka një rritje të vedisimit edhe qytetarëve, po edhe të institucioneve, cilat kanë fillu më seriozisht merren me problemet në cilët ballafaqohen përdosat. Dhe mendoj që do thotë megjithatë ka një drejtim pozitiv sa i përket konsumimit, po jo në atë mos sa shprehen qytetarët do thotë. Do të ka konsum. Ka konsum, mendoj. Dikush po rran. Po në fundit edhe politikanë rranë, pse mos rranë me onesti qytetarët. Po mirë, po rran gjithë. Po në ndeshtë të një shembull me marrë kështu, flas për shtetin gjerman. Marrëm si shembull të prodhimet e kerrë në Gjermani. Domethënë është
Audia BMW-ja prodhohet në Bayern. Edhe në Bayern policia nuk e përdor Mercedesin, po e përdor domethënë prodhimin e Brenda Gjermanisë. brenda Gjermanisë. Është pjesa e badene, domethënë që prodhohet Mercedesi, ata nuk e përdorin BMW-n ose Audin. E kështu me radhë në republika tjera. Të ne thuj se tash edhe në po pajtona me ato që 2 vitet e mbroma që ka fillu diçka, po ju edhe aq. Ne kemi disa rajone, ose disa qytete, mos i përmendni me emën, ata thonë duhen me pas aty Made in Serbia. Deklarativisht, a? Deklarativisht thonë ose po sigur valla na me serb si kena punë të mirë, po produktet i kanë të mira. Do me thonë edhe kjo është një fatkeqësi për neve. Çka kishit me ofru ju ma shumë, nga kjo që keni? Në radhë të parë, do t'i ftoj qytetarët e Kosovës si konsumatorët, sepse duke ditë që duke konsumuar produkte të prodhuara në Kosovë, kontribuojnë gjithsesi, do të thotë kontribuojnë në rritjen e mirëqenies së qytetarëve, rritjen e të punësuarve, rritjen e tyra të buxhetit të Kosovës, dhe këto janë domethënë të mirat që i sjell prodhimi i prodhuar në Kosovë. Të paktën do të ishte mirë, askund në botë importet nuk ndalen, po mas paku ka drejt qytetari kosovar që të konsumoj produkte të Serbisë, duke ditur që çfarë ka bërë dhe vazhdon të bëjë Serbia në Kosovë dhe ndaj Kosovës. Fatkeqësisht. Ramiz, ke konkurrencë për Serbisa? Po shumë. 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 Po kualitetin? E ketë njëjtë? Po kualitetin në kështu, ndërsonim në marrëveshje për momentin me bashkimin me një shtet në Çeki që është pjesë e bashkimit evropian. Do me thonë që ata të vinë të marrin produktet e tona prej Kosove, pse të hezitojnë populli jonë të merr produktet e Kosovës ose produktet e Reluxit në këtë rast. Ju do thotë po eksportoni tash në Çeki? Ne veç jemi në bisedime me një firmë shumë të madhe, do me thonë në Çeki që të çojmë produktet e tona. Çekia dihet që është në ligjet e Bashkimit Evropian, se është pjesë e Bashkimit Evropian. Këtu tash të ne është edhe në diçka tjetër, një fenomen tjetër, që nëse e ofron një produkt lirë, ai ka me thonë të ka shumë e lirë dhe nuk ka kualitet. Unë bëj marrë një shembull të produktet e tona, konkretisht të fasadat, që unë 10 vite me radhë, dhe më thonë deri para 3 vite, kam importu prej Gjermanisë ujë. Që 20% e qëti produktit në të ka ujë. Dhe me thonë edhe për qëtë 20% që të ujit, kom pagu transport, dogan të vëshë. Që ne kemi të paktën që ata ujë kemi për momentin në bollak. Do t'i ke për ujë për Gjermanisë? Unë kam për ujë prej Gjermanisë 10 vite me radhë. Faleminderit shumë. Shumë Kjo është realiteti është kështu. Realiteti është kështu. E qartë. Dhe më thonë edhe për ata në produktet të tona më të lira. Tu nisë tani që është edhe fuqia punëtore që do të krahazohet me vendet e Bashkimit Evropian që është shumë më lart. Sa produkte ke gjithsej tash? Po brende si brende janë 2, domethënë brendi Golden Eagle edhe Relax, kurse brenda secili brend ka produkte tjera të cilat po sipas shijeve që do. Sa ngjyra prodhon? Sa lloje, po mendoj sa lloje të produkteve kemi, fal se si kuptoj këtu. Po mirë, po thuaj, si llojet produkte vjen dikon afër 30. 30. Gjitha prodhohen këtu. Gjitha prodhohen këtu. Mirë, po ngjyra flasin me mia. Se është një nuancë, është një receptur ajo që mund të thonë është e pafund. Do të thonë është e pafund. Këto është në mënyrë kompjuterike të gjithat. Për pranverë ke ndaj rësime na ofru diçka? Në gjesia diçka, jo, Niva, kjo po na ofron ndaj teknologji interesante. Po, besoj që kjo fakti që jeni këtu, kam dashur ju bëni respekt si prodhues vendor, edhe mundi me shfrytzu për marketing, pse jo? Shumë faleminderit për këto. Në më thonë që na jemi si prodhues vetëm në rajon që e bëjmë ngjyrosin e gurit. Do të thonë që nuk e bën kurkush këto. Jemi vetëm në rajon, më thonë ngjyrosin e gurit. Ngjyrosin e gurit. Do të thonë bëjmë ngjyrat ndryshme. Në rajon nuk e bën askush. Po këtën... Pse s'po e thu këta në fillim?
Po tash më pyete. Ha, po ata shpytë. Faleminderit shumë. Nëse keni përshtuar diçka mirë, nëse jo do t'ju përshëndes me një këngë. Edhe po përfundojmë këto duke i falënderuar edhe të xhikust për vëmendjen, edhe juve për përkrahjen edhe të emisionit edhe si prodhues vendor, ju urojmë suksese tutje. Faleminderit. Kam edhe 2 libra për ju nga libraria Artini, Ernesto Sabato, Tuneli dhe Ku do të shkojmë o ba. Jean-Louis Fournier. Faleminderit. Uno zotëri Shaqer. Faleminderit. No zotëri Amir, lexim këndshëm. Faleminderit. Deshta edhe diçka tjetër, masi veç ju jeni prodhues, edhe lodhni dyqysh në për kësi angazhime, keni vazhdimisht angazhimet më dhaja, çka po di unë, keni nevojë mu relaksu ka pak, apo? Masazh center. A prodhim vendor burr. Jo, po ajo është kosovar, është ai që kom ju bë masazhën. Ja, është një praksis masazh ju pret miku im, Naimi. Një masazh relaksuese kështu. Është përballë restoran pishave, aty e gjeni, është një vend i jashtëzakonshëm, shumë i mirë. Praksis masazh. Elizabeta, që kemi në repertoar? Me lule të bukura apo në pranverë. Nderuar televizikues, ju falenderit shumë për vëmendjen, ishte kënaqësi, shëndet, bereqet e lumturi në shtëpitë dhe familjet tuaja. Mirupafshim në emisionin tjetër. Natën e mirë.